8 mars është një fest e cila ka lindur si pasojë e mosvlerësimit të pozitës së femrës, si pasojë e mosshenjtërimit të nënës, mosshenjtërimit të bijës, mosshenjtërimit të motrës. Në Islam, nëna është gjëja më e shtrenjtë. Që nuk ka nevojë për një ditë proteste për të arritur drejtat e saj. Bashkëshortja në Islam është njeriu më delikat dhe njeriu më i afërt i burrit. E si pasojë nuk ka nevojë për një ditë proteste për të arritur drejtat e saj. E kështu me radhë. Që ne mendojmë se festa e gruas, një ditë në vit, është një lloj zhvlerësimi plus për pozicionin e femrës dhe pozitën e saj që duhet gëzojnë familje dhe në shoqëri. Femra tek ne muslimanët është e lumturuar, e shenjtëruar, e vlerësuar në çdo moment të jetës së saj. Në momentin që morim vesh që Zoti na ka dhënë një vajzë, është kënaqësi dhe lumturi, se themi dy e më shumë ke siguru xhenetin dhe ke shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Dy e më shumë, nëse i rrit, i edukon dhe i marton, ke siguru xhenetin dhe ke shpëtuar nga zjarri i xhenemit. Në momentin që është vajzë dhe do të martohet, është e shenjtëruar, sepse ajo zgjedh burrin e saj dhe nuk i detyrohet zgjedhja. Ka fjalën e saj, pëlqimin e saj, ka kushtet e saj, ka dhuratën e saj. Dhe në momentin që martohet, pejgamberi sa më thotë, më i miri për jush është ai që është më i miri me bashkëshorten e tij. Allahu thotë në Kur'an, kaloni jetë mirë me gratë tuaja. Dhe në momentin që bëhet nën, menjëherë vjen mbas Zotit në renditje. Një është Allahu, mbas Zotit vjen nona. E kështu me radhë. Kështu që në Islam 8 marsi është pjesë e zhvlerësimit të pozitës femrës. Allahu xhalla xhelalu e krijoi burrin prej balte dhe prej dheu që të përballet me sfidat e jetës. Dhe e krijoi gruan, bashkëshorten, e krijoi prej brinjës së burrit në mënyrë që ajo të merret me njeriu. Se duhet merret me njeriu. Dhe burri është krijuar prej baltës dhe prej dheut, se duhet merret me hallet dhe sfidat dhe problemet e jetës. Dhe në momentin që ndrohen pozicionet, gruaja merret me hallet dhe me sfidat e jetës, ka nevojë për 8 mars, ka nevojë për 8 prill, ka nevojë për 8 maj, ka nevojë për 8 qershor, ka nevojë për 8 korrik, se ka dalë nga natyra e saj. Ka dalë nga natyra e nënës, ka dalë nga natyra e dëmshurisë, ka dalë nga natyra e mëshirës. Për Zotin o vëllezër, për Zotin që nuk ka zot tjetër veç ti. Studime perëndimore europiane, studimet më të fundit, thirrje të mëdha në perëndim dhe në Evropë. Bëhet thirrje, normalisht mund të jenë deri diku ekstreme, si thirrje, bëhet thirrje që fëmijët shkëputen thot nga çerdhet, nga kopshtet, vetëm me nonat, studime. Si mund të jetë një fëmijë normal, nëse ai rritet pa dashurinë dhe dhimbshurinë që i jep nona, pa edukatën e nonës. Nona del në punë në 8 e kthehet në 4. Kështu që bota laike, bota ateiste, bota perëndimore kanë drejt që janë çu njerëzit, janë çu gratë në një ditë për drejtat e femrës e ku dëgjojnë etj. I kanë marrë drejtat, janë kënaqur. Për Zotin gjëja më e pavlerë në ato shoqëri dhe në këtë shoqëri që ndjek rrugën atyre shoqërive. Për Zotin e më thoshte një profesoresh ditën në Angli ka ndodhur kjo. Ditën që ka dalë në pension, që ka lënë mësimin, ka filluar me qaf. Edhe i kanë thonë, çfarë kemi që? Ka thonë, si ndjeku jeta pa pas fëmijë.
pa e kuptu dhe pa e ndjerë se ç'është shija, era dhe aroma e fëmisë. Ka njerëz që Zoti i ka sprovuar me këtë gjë dhe Zoti e din më së miri kujt i jep dhe kujt nuk i jep, është punë e Zotit. Po ka njerëz që nuk e zgjedhin vetë këtë punë. Pse? Se ka dalë nga funksioni i saj si femër. Dhe është marrë me gjëra që nuk janë pjesë e misionit të saj. Ne nuk jemi kundër asaj që femrat duhet punojnë, se dikush të thonë që femrat punojnë. Po ama puna e shenjtë e femrës është në shtëpinë e saj, me fëmijët e saj, edukimi i fëmijëve. Të jetë vend prehje dhe moment prehje për burrin e saj, dhe për bashkëshortin e saj, dhe për kënaqësitë e bashkëshortit të saj.